Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Vjen përplasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën videoregjistrimit e publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzoi institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Tiseni. Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të jap edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Tiseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestat. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vunë nën presion policor. Ndërsa Vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Hajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz. Mbrini në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë. Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvent dhe do të kalohet për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kryetari BDI Ali Ahmeti takon shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian Mihalis Rokas ku diskuton zhvillimet politike dhe perspektivën europiane të Maqedonisë së Veriut. Në takim u trajtuan në mënyrë të detajuar detyrimet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka në raport me Bashkimin Evropian, si dhe përgjegjësia e institucioneve dhe autoriteteve vendore për përmbushjen e të gjitha reformave dhe detyrimeve të nevojshme drejt antarësimit të plotë në BE, thuhet në komunikatën e BDI-s. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti ritheksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut paralajmëron se nuk do të përkrahë thirrjet për tubim dhe mbështetje madhështore të politikave të Aleksandr Vučićit në qendër të Kumanovës. Të shtunë përpara konsulatës së Serbisë në Kumanov do të mblidhen simpatizantë të Vučićit. Nga komuna e Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BDI, Dega e Kumanovës, akuzoi Vlenin dhe LSDM-ja akuzoi VMRO-n se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlen thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë atyre që sollën Ballkanin e hapur. Rajoni. Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Pakoja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë fletvotimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. Komisioni Evropian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Evropian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave.
Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas tij, qeveria Kurti në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve paraprake 2015-2020, ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet prej 2.7 miliard euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një anëtarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqiti rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavin, me angazhimin që citohet qartë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të përmbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakorsuar me Komisionin. Deputeti e Partisë Demokratike Judita Tabaku në fjalën e saj nuk u vendi bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimit gjerman për një anëtarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar. Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministres, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të ibarit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa të tjera dhe ligje të tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. 2 ditë më parë në Bundestag ka shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshimin e rregullores parlamentit. Në mbledhjen e Këshillit për Rregullorën dhe Mandatet u miratuan marrëveshje të dakorcuar. Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara, rregullorën e kuvendit, kush është pro, kundër, s'ka, abstenim s'ka. Miratohet në parim, ndryshimet. Mbledhja kaloi pa debate, ndërsa votimi përfundimtar i takon seancës plenare. 10.000 nxënës më pak në arsimin parauniversitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik, me plakjen e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Istat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025, numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm ka pasur një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve në gjitha nivelet arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Kandidati për ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wendt, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike dhe theksoi se do të angazhohet për të çuar përpara punë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Wendt deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e vlefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Wendt. Bota. Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendit t'i ofrohet një status i ri special si anëtare asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit, duke shtyrë për më vonë anëtarësimin e plot dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nismë justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshirë një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Irani pretendon se SHBA-ja dështoi të rihap
ngushticën e Ormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotëron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve të Iranit, ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangsiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë për incidentet me dron që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Europës. Komentet erdhen pasi zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit baltik nga Ukraina për të nisur sulme me dron kundër Rusisë. Me herët shërbimi i inteligjencës së jashtme të Rusisë akuzoi Letoninë se po lejonte Ukrainën të niste sulme me dron nga territori i saj dhe paralajmëroi se antarësimi në NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigje të duhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigjet e duhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Më herët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregdetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.